Të dashur bashkomas, bashkëtues, të dashur motra dhe vëllezër, të gjithë ju që jeni këtu në shesh me ne, dhe ata që nuk janë në shesh me ne, por që me zemër, me mendje dhe me shpirt, janë me ne, kudo që ata ndodhen. Në emër të grupit koordinator, jam autorizuar për tyre të lexoj këtë deklarat. Sot, në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i urojmë popullit amerikan 250 vjetorin e pavarësisë së vendit të tyre. SBA-ja është një aleate strategjike e Republikës së Shqipërisë dhe një mik e çmuar e popullit shqiptar, që ka qëndruar pranë nesh në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Në këtë ditë kujtojmë edhe një nga dokumentet më me ndikim në historinë politike të botës, Deklaratën e Pavarësisë. Ajo nuk ishte vetëm shpallja e lidhjes së një shteti të ri. Ishte shpallja e një parimi që vazhdon të frymëzojë popujt anë mban botës. Se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se gëzojnë të drejta të patjetërsueshme, se qeveritë e marrin legitimitetin nga pëlqimi i të qeverisurve dhe se qëllimi i tyre është mbrojtja e lirisë, dinjitetit dhe të drejtave të qytetarëve. Deklarata e Pavarësisë na kujton gjithashtu se pushteti nuk është pronë e një qeverie, por një besim i dhënë nga qytetarët. Kur ky besim cënohet dhe kur të drejtat e njerëzve nuk mbrohen, shoqëritë demokratike kanë të drejtën dhe përgjegjësinë të kërkojnë ndryshimin me mjete paqësore dhe në përputhje me ligjin. Këto nuk janë vetëm parime amerikane, janë vlera universale mbi të cilat janë ndërtuar demokracitë moderne dhe aspiratat e çdo populli që kërkon liri, drejtësi dhe një qeverisje që i shërben qytetarëve. Gëzuar 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qoftë kjo ditë një kujtesë se liria nuk është një dhuratë e pushtetit, por një drejtë e njerëzve, dhe se demokracia mbetet e fortë vetëm kur qytetarët e mbrojnë atë me përgjegjësi, guxim dhe përkushtim. O bora, të keqen mami li Afrikë mori, kujdes për plumat. Mars 13/1997, ditëlindja ime më e madhe. My forefathers protected this land. My father drove through a battlefield to bring our Kosovaret in our own safe land, while my mother and I fed them bread in the dark. I collected water with buckets for the weak. Me orare kishim ujin, shpejt mbushim kovat, thoshte gjyshi. I learned to read and write by candlelight. Ne u rritëm me përshesh dhe uj. O Rama, që po hajnë fëmijët e tuaj? Our roots run from the Dinaric Alps to the mountains of Korç, the paths of Fier, and the shores of Flor. My ancestors were shepherds in the mountains and fishermen in the sea. We are sons and daughters of Skënderbeu. Këta dhe kemi amanet. Jemi Shqiponja, me mbërtreshën Shqipëri. We bled for this country, and now Hajdutat wanted to own our motherland. Rama, would you sell your mama? Tani motra dhe vlezër, a mund të më bëni një nder? A të lozim një lojë të fundit për fëmirin që e kemi humbur në Shqipëri? Hapa do lapa! Rama Burg! Berisha Burg! Rama Burg! Berisha Burg! Rama Burg! Berisha Burg! Rama Burg! Berisha Burg! Rama jepe dorëqen! Pavarësisht se si ky regjim ka marrë formë,
ka pas shumë njerëz që gjatë këtyre viteve kanë rezistuar. E një prej tyre është Frog Bardhi që sot është në qeli. Nuk e di a ju kujtohet rasti kur në 2016 denonconte ambulancën e Ilir Beqës që ishte pa ilaçe. Që nga i moment a ju përjashtuan nga puna, ama pavarësisht se u përjashtua, a i rriti fëmijët e tij me dignitet dhe me dashuri për atheun. E jo më kot, sot, bashkë me djalin e tij Everestin, për lirin ton është qeli. Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! E sigurt mos me afton të kjo. U drodhën këmë të ku më thanë, do flasë edhe vajzë e Frogut se ka ërtu. Përshëndetje motra dhe vëllezër, mirë se keni ardhur. Sot nuk flasin një politikane, por flasin një vajzë 17 vjeçare. Unë quhem Arbria Bardhi, jam e bia e Frog Bardhit dhe Everest Bardhit. Unë jam shumë krenare për ata të dy. Papi dhe vllai im u dhunuan gjatë protestës dhe sot ndodhen në komisariatin numër 3. Si bi, kjo më dhëm, por si qytetare jam shumë e shqetësuar. Unë nuk jam du për të përhapur urrëtie, jam du për kërkuar drejtësi. Askush nuk do të dhunohet për shkak të bindjeve apo sepse merret pjesë në një protestë. Ju bëj thirrje të mos heshtim përballë pa drejtësisë, të ngrem zërin me dignitet dhe qetësi dhe guxim. Drejtësia është privilegj, është e drejtë e çdo qytetari. Bravo Shqipëria! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Lironi qunat! Besoj duket se sheshi është mbushur plot. Pavarësisht se i penguan në Portogala shqiptare, që është e tmerrshme dhe e pa precedent, diaspora shqiptare ka ardhur. Ajo është tu, krah për krah me ne, për t'i dhënë kodutën e fundit të regjimi. Kam knaqësinë që fjalën t'ja jap njërit prej tyre që ka bërë rrugë nga Britania e Madhe.